ata qeveria kërkon mbrapsht nga kartelet mbështetje elektorale. Pra presione që bëhen gjatë zgjedhjeve, para që jeni gjatë zgjedhjeve. Këto janë arsyet dhe kjo është marrëveshja që krijon qeveria Rama me kartelet e drogës, që më pas kanë ndërtuar këtë që ne quajmë sot narkoshtet, ku karteli vendos për prokurime të ndryshme, se që ishte rasti Ergjys Agasit tek Akshi, që vendos se që një tender do kaloj nga 2 milion në 4 milion euro, po këto 2 milion që kaloj në 4 milion, këto janë para taksa qytetarëve. Dhe askush nuk flet për këto, përveç opozitës. Askush nuk ndjehet për këto, përveç opozitës. Këto para që pastrohen në fushën e ndërtimit, këto kartele janë, po të njëjtat kartele janë që i pastrojnë, po askush nuk flet për to. Ato para që i dalin me 25 vjeçar që ndërtojnë kulla, apo me 25 vjeçar që ndërtojnë rezorte, 100 miliona eurosh në Shqipëri, janë po ashtu prestanome të karteleve të ndryshme të drogës. Në këtë aspekt, pasiguria për jetë, pasiguria ekonomike, shkatrimi i sistemit demokratik dhe i pluralizmit duke shkatruar procesin elektoral që është procesin më i rëndësishëm në një shtet demokratik, ka sjellur dhe ka degraduar në atë pikë sa sot është e pamundur të blesh një shtëpi. Disa pjesa më e madhe të rive kanë zgjedhur largimin për shkak të pasigurisë, po ka shkërmoqur njëkohësisht edhe mentalitetin e shoqërisë. Dhe kjo ka shumë rëndësi. Me qoftë se kujtohet para një javë unë kam bërë një deklaratë publike ku vërtetuam se kam bërë një konferencë për shtyp nga kryesia e Kuvendit, ku vërtetuam që të rinj shqiptarë, mosha 18 vjeç, 19 vjeç, po rekrutoheshin nga kartelet për të shitur drogë në Europë. Nga po të njëjtat kartele, nga kartelet shqiptare të cilat bashkëpunojnë me qeverinë shqiptare. Dhe pra ata që po e vuajnë më së shumti narkoshtetin janë pikërisht të rinj, se jo vetëm po inkriminohen dhe po i drejtohen rrugës drogës, pasi vetë qeveria po thoni që po kriminalizohet, në çdo gjendje po kriminalizohet edhe vetë shoqëria, edhe vetë të rinj. Po patjetër. Zoti Balliu, në fakt patjetër sepse ata i kanë marrë 18 vjeç dhe i kanë çuar të punojnë në krim, sepse vetë ekonomia e tregut në Shqipëri sot që është ekonomia e karteleve, për shkak të ekonomisë së karteleve, është shkatruar ekonomia e tregut dhe është e pamundur në Shqipëri të punosh sot në një punë të ndershme dhe të eci përpara një njerëj. Njëri sot në administratë që janë në rrogat më të larta, po thënë në kuvend do të merrte 600.000 lekë, 700.000 lekë për muaj. Në cilin zonë të Tiranës do mund të blente ai një apartament? Në asnjë zonë. As bankat nuk do të jetë mundësinë për të marrë kredi për shkak se nuk ja dalin dot me ato lloj pagesash. Pra ky shkatrim ekonomike ka detyruar të rinj të largohen ose të marrin në rrugën e keqe. Prandaj ju keni moshën mesatare të atyre që kanë mbetur të vdekur nga atentatet mafioze. A e dini që është rreth 30 vjeç? Është i gjithë një brez i rritur në pushtetin e Edi Ramës. Pra Edi Rama ka kriminalizuar, ka inkriminuar gjithçka përveç institucioneve të shtetit, kërkon tani të inkriminojë dhe mentalitetin në shoqëri duke e bërë të